11 vite burgim për protestat e 81-ës. Më vonë prapi burgosur e imbijetuar i masakrës së Dubravës. Gati 20 vite aktivitet politik e tortura në burgjet e Serbisë. I kishte përshkruar në librin Qark i pambyllur burgjesh. Por rrëfimi më me ndikimin e Enver Dugollit erdhi tek më 14 gusht 2024. Në emisionin tradhtiv vëllezërish shqiptarët dhe UDB-ja në televizionin Dukagjini. Po rrohet klasike me stopc, me pendrek. Dhe Istogu ka qenë në vazhdimësi dhe i përhershme në prezencë aty. Po, ajeti ka qenë, ajeti Istogu ka qenë. Më shumë se një vit pas këtij rrëfimi, Dugolli është ftuar për intervistim nga prokuroria speciale për shkak se është paditur nga djali i ajetit Shpendi Istogu. Në deklaratën time nuk kam çka shtoj as çka heqi asaj që kam deklaruar në emisionin Debat Plus të Erman Panduri. Pra, as një presje, as një pik nuk i heq, as nuk i shtoj asaj deklarate. Për televizionin Dukagjini, pas intervistimit mbi pretendimet për nxitje të urrëties, Dugolli tha se ka pritur kërkim falje e jo pa di, sepse kur asnjëherë nuk ka qenë interesuar për hakmarrje, as ndaj ajetit Istogut e as ndaj familjes së tij. Edhe pse nuk është në jetë ajeti Istogu, ai do të bëhet mend për torturat që i ka bërë ndaj të burgosur politik, ndaj njerëzve, ndaj të rinjve shqiptarë. Pra, trupat tanë janë dëshmitar të krimeve që i ka kryer, të torturave që i ka kryer ai njeri. Përpos ajetit Istogut, në mesin atyre që kanë ushtruar dhunë fizike e psiqike ndaj tij. Sipas Dugollit kanë qenë edhe Isa Bunjaku, Lutfi Ayazi, Hamz Hajra e Tahir Shala. Brenda 4 mure, pra në burgun